prap Unikun koalicionin 2021-ën. Po. Në rast të Unikut, nivel të Unikut, logjika është e njëjtë. Para 4 viteve ne kemi menduar, ose kam qenë këtu, është menduar që ndryshimi do t'i bënte mirë Unikut, pas një periudhe qeverisje ka AK, dhe është mbështet në të kohë kandidati Ledekes, i cili e kreu një mandat, dhe për cilin ne mendojmë se është duhet mbyllet dhe aktiviteti politik, të paktën në udhëheqja, ai mund të vazhdoj, po në udhëheqjet Unikut, dhe tash normalisht që në buketi si qëtë me ty, normalisht që kontekstin cilin gjendem, kontekstin politik, kështu si qerdhem deri këtu, edhe ato blokadat e tema nacionale, zgjedhjet e dy fishta, mundësia që ka janë kriju ndoshta mundësi tjerë të reja komunikimi edhe por ka e trahtu atë sensi politik se qytetarëve duhet ndryshim dhe aty ku është i nevojshëm ndryshimi ne do mbështesim, besoj nesër do dalin disa lajme të tjera edhe do vërtetohet kjo që po e them se çfarë lajme me partnerët e kanë çfarë lajme tjera Krak? Preferencë partijake në nivel lokal, por kanë preferencë qytetarët, do thotë shërbimi ndaj qytetarit, cilësia e shërbimit që ofrohet të njerëzit me qenë më e lartë. Rama ose Matoshi? A keni ndonjë? Matoshi e ka aprovuar këtë koalicion Krak. Ishte në rregull je. Shkurt kushtrimi kisha thënë me Kosovë Gjoci e ka. A mundet me reflektu? Vendosi, lutem regjia, vendosin 2 ekrane Kosovën dhe Krakin, kështu le duken edhe me frizura edhe të njëjtë. Keni nisë, nuk e di Kosovë, ka pas këto flok ma herë. Keni nisë shumë në kopju mu prej që më këtë me Parisit, keni bo shumë në për studiu. Me flok gjatë, tash e te prove Kraki po s'ka lidhe, pe kaloj këtë pjesë. Po du me dit, a mendon se mund me reflektu kjo çfarë ka ndodhur fush Kosovë Unik, eventualisht mpej në hipotetikisht po them në zgjedhjet e ardhshme nacionale në një koalicion të mundshëm VV-AK? Në zgjedhjet nacionale, nëse përsëritet. Po, zgjedhjet jashtëzakonshme. Po shikon, unë jam kështu, kam një farë pragmatizmi në angazhim publik, edhe po një shoh që gjërat, si imagjinoj gjërat si kryme, dhe thotë unë punoj që gjërat më u krymë, që projektet më u përfundu, që synimet më arrit, normalisht që një farë zbutje, se ka ndodhur një periudhë tensioni, mundoj verbal, se realisht Albin Kurti e kam thonë shpesh, njëherë si ka bo diçka konkretisht Ramush Haradinaj dhe Anas Sjellas. As Ramush Haradinaj nuk ka bo diçka. Se e ka qujt njeri Serbis, njeri Rusis. Po, verbale. Do të është një farë tensioni verbal. Po kjo verbale është shumë çka. Arsye me ekzistu, edhe i cili normalisht unë pres me u ul, fal ndoshta edhe këtij lloj bashkëpunimi edhe këtij lloj pragmatizmi që ne e tregojmë. Interesante po duket kjo. Kraki të falenderoj shumë. Tha që do të ketë lajme tjera nesër. S'po na jep çfarë do të jenë këto lajme. Mund ta japësh se ketë ndaluar. Jo, pak a shumë njëjtës natyrë, po me disa përbërës ndryshëm. Okej, Gash, a ke, se Gash e pas ka një. Zoti Kraki, kishe dalë si Albin Kurti ati të Gjafer Tahiri. Mos a je koordinu me qendrën ish për këtë koalicion, mos po të ndodhë aty me të ndalë shefat e partisë me thonë, kryen veti edhe që qanë. Jo. Gjitha... Pas ke marrë gjitha mosat e koordinues, a? Vendosje, kjo bashkëpunim është me miratum, janë provun për i qendrat të Prishtinë, edhe vendosje i ka autorizu qendrat në qytete me analizim të konteksti lokal. Këtu kryesia vendosje Unik ka votu